Ministrja për Europën dhe Punët e Jashtme Elisa Spiropali u prit në Kongresin Amerikan nga kongresmeni Keith Self, kryetari nën Komisionit për Europën dhe iniciuesi i projektligjit për vlerësimin e diskriminimit në luginën e Preshevës. Ky projektligj synon monitorimin dhe raportimin nga Departamenti i Shtetit Amerikan mbi trajtimin e shqiptarëve në luginën e Preshevës, duke vendosur çështjen në vëmendjen institucionale të Kongresit dhe administratës amerikane. Gjatë takimit, Spiropali vlerësoi nismën e kongresmenit Self si një hap të rëndësishëm në ndërkombëtarizimin e problematikave serioze me të cilat përballen shqiptarët në luginën e Preshevës, si dhe në adresimin e tyre në mënyrë institucionale. Shqipëria mbetet e përkushtuar për mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve kudo që ata ndodhen, në bashkëpunim të ngushtë me aleatët tanë, deklaroi ministrja Spiropali. Vizita e saj në Washington do të vijojë me takime në Departamentin Amerikan të Shtetit, si dhe me përfaqësues të organizatave dhe think tankeve të mendimit politik, me fokus zhvillimet e fundit globale dhe rajonale. Lajmi shoqërohet edhe me një postim të ministres Spiropali në rrjetet sociale, ku ajo thekson rëndësinë e kësaj nisme për avancimin e të drejtave të shqiptarëve në luginën e Preshevës dhe forcimin e bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.